Në fakt e PDK-ja, se interesant të PDK-ja, është shumë interesant se kreç kanë pritë që Urani Ismaili me qenë të dyshe. Për shkak që është po edhe po flitet shumë të madhe që Urani Ismaili mund me qenë lideri i ri ose kryetari i ri, pasardhësi i Bedri Hamzës. Por unë besoj që do ta shohim në ngritje përsëri Mitrovica që përmban edhe unë Mitrovica që përmban PDK-n gjallë, në kuptimin e treshëm atë fort, edhe pse gruda vjen për Skenderajt, po është qaj rajoni. Vlora Qitaku, Saraje Sharim, edhe ma poshtë, Gjavet Haliti, nuk e dini se ja ka arrit me hy. Eliza Hoxha të më ka hy, jo, nuk ka hy. Dhe më thënë ka hy Eliza Hoxha për mes kuotës, apo? Me sa duket po, hajtë edhe pak ma poshtë. Dhe pak edhe Ariana Musliu me Shoshi. kuotë. Pak a shumë për shohim që nuk ka shtu levizje shumë të reja, që kanë bëni përshtypje e ketë që a i mjeku që është bëj famë shumë me Hashim Thaçi, ka arrit me u bëj, për dallim prezidentet të kalume që nuk i ka marrë shumë vota, këtë herë ka arrit me marrë shumë vota, a ka arrit me hy, a jo, E pas ka... kuota pas ka të mëtumë. Ariana Musliun. A më ka në rritit votave shumë. 18.660. Dhe më thonë, mund të bësh një fatë me Hashim Thaçin, për kuota gjinore Çka nuk kupton kjo, që Partia Demokratike do të qëndroj këto me këtë rezultat, dhe vinë krerët nëse do të ktheheshin në politikë dhe urojmë që fillimisht të kthehen. Tërmet politikë. Mas pari mbrëm në një takim kështu me disa njerëz që janë drenas PDK-s, ishte pyetja, nëse një mjek me një foto të Hashim Thaçit, mundet me i marrë 18.660 vota, për ta është shërby si shpresë që çka ndodhë kur të kthehet Hashim Thaçi. Por tani me një pyetje po, ata thash, ai kujt po jeni të sigurt që Hashim Thaçi se ekziston një pritje në PDK që Hashim Thaçi ka më ardhur edhe më i pështu. Në ndërkohë, abden tepër pak folet për Hashim Thaçin nëse ai ka ambicie me hy mas pari në PDK. Unë ç'a është më e rëndësishme është edhe nëse shkon te Lidia Demokratike e Kosovës, nuk ka për në ndryshim kështu substancial të këpërbërja e kuvendit të Kosovës. A di pse? Se këto zgjedhjena po shkojnë me demek me ndryshu një krizë që jena konë të e përjetu. Edhe çka kemi ndryshu, sepse nuk kemi ndryshu. Njerëz të njëjtë janë, As në batën 28 dhjetor. Kur gjë nuk kemi ndryshu, njerëz të njëjtë janë, dhe më thonë, sikur të kish pas emra të ri, që kish mujt me ndryshu, dikush me ndryshu me ndim, kish pas në shpresë. Ndryshimi vetëm është Vjosa Osmani që do të jetë pjesë. Që nuk i ka po. Që do t'jetë pjesë e kuvendit Po, që do t'jetë pjesë e kuvendit. Po, amë nuk ka pas një fërë dyshimi të Vjosa Osmani që do t'jetë pjesë e kuvendit të Kosovës. Po, absolutisht. Ama më puna më së pasujt me arrit, më fut, e shkon skandal në vete. Po, e kemi, nëse shem, janë të, kush ka arë me Vjosa Osmanin? Me Vjosa Osmanin, Darsa, ka qenë ma heret. Ka qenë ma heret. Po. Janina ka qenë, kush ka ardhë? Albina Reshitaj. Albina Reshitaj, është dhe më thonë prej ekipit edhe Jeta Statovci. Jeta Statovci, të dyja janë të zgjedhura. Më duket këtu s'ka lutur el kuota? Me sa përshoj, jo, se me kanë shkanë renditja ndryshe, dhe më thonë, asë nuk ka lutë shumë, por në një situatë hipotetike, qka nëse ndodhë se në LDK bëhat... Pas ka kalu dhe Paris Guri më falë, se tash e posh. Paris Guri për dalim prej herës kalume që nuk ka mujt me arrit. Është interesant se, dhe më thonë, rritja e numre të deputetve kanë diku në hymjen e këtyne trive, edhe që është interesant që grupi të në LDK është dhe më Jeta Statovci, Paris Guri, Albina Reshitaj, Jona Lëshaku Sadriu, edhe janë ta të janë të partë, Darsa Kica, Lumire dhe Vjosa janë këtë grupi i të rinjve. Po kemi një grup pacient shumë të fort të LDK-s mrena që është kondër Lumirit. Që janë Vite Bajrami, Abdullah Hoti, Ukrugova nuk është se Ukrugova me një deklarat ka pason që Vjosa Osmani e përfaqëson denjësisht. Po kujtim Shala? Edhe asë kujtim Shala nuk është, Anton Çuni nuk e dini se nuk është, edhe pse Anton Çunin gjatë fushatës e ka luajtur një rol tepër që nuk e mujt me dallu. Për shembull Abdullah Hotin, Vite Bajramin, më shumë me dallu që nuk janë shumë të kënaqur me çet ardhen e Vjosës. Anton Çuni, Lutfi Aziri, ndoshta për shkak të eksperiencës së madhe politike, po edhe zoti Hoti ka eksperiencë të madhe politike, por ndoshta janë më kameleona në politikë dhe janë su mos me shprej shumë mendimin personal.
Problemi ka njëherë të shumë partia që është edhe vlerësohet, që për mu nuk është më vlerësu, se për shumë mu nuk më interesan mendimi personali një politikani. Sa që fa mendimi personali ka, mu më interesan mendimi që aje përfatësan. Që mendim. Në lidhje kjo ka shumë, ka njëherë jepet